Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sa kënaqësi kam t'ju uroj çdo ditë për mbarësi dhe plot shëndet në ecurin tuaj. Sot është një ditë me shumë shi në Shkodër, por secili prej nesh mund të gjejë rrugën dhe çdo gjë që e bën motivin shumë të bukur për të mbërritur në destinacion. E të ndalësh tek motivet e shumta të cilët njerëzit gjejnë forcë, ka përcejnë sfida, mbrin stade, është jo thjesht një ushtrim i bukur, por një ecuri, një histori e cila me kalimin e kohës mund të ravizojë një portret mjaft të arrirë në jetën tënde. I them këto fjalë sepse të ftuarit e mi natyrisht kanë historinë e tyre, kanë sfidat dhe mbërritjet në ecurin që ata kanë prej vitesh. Ata janë një çift bashkëshortësh, quhen Edmond dhe Emilieta Vuksani. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. E veçanta e tyre është sepse ata prej vitesh stërviten në bodybuilding dhe pikërisht kohët e fundit kanë mbërritur një nga stadet e ecurisë të tyre, duke u vlerësuar në një garë ndërkombëtare në Itali si mondi fituesi i çmimit të parë, ndërsa Emilieta nër të parat e kësaj gare për femra. Edhe një herë ju përgëzoj dhe ju uroj gjithmonë suksese. Faleminderit për ftesën. Në fakt, çfarë ishte kjo garë që i bëri aktivitetit tuaj një kul? Kjo ishte një garë e bukur, domethënë për mua, kam pasion dhe domethënë me marr pjesë për bodybuilder. Sidomos është pak vështirë me marr pjesë për bodybuilding në një vend ullë, se unë mora pjesë në Itali, para 7 muaj mora pjesë në zona vendin e dytë. Tash mora pjesë në zona vendin e parë. Kampion domethënë peshën teme bodybuilding. Në për ton botët kanë marr pjesë, domethënë kanë marr pjesë gjithmonë. Ka një garë ndërkombëtare. Po, kanë marrë pjesë, domethënë, unë peshën teme. Rreth sa pjesëmarrës kishte takimi? Ka pas rreth 130 atlet. Femna dhe meshkuj. Po. Edhe unë domethënë zona vendin e parë. Peshën teme. Po, si u ndjet kur u tha emri? Shumë emocionus. Pa besueshme domethënë, kisha dhe nusin kur tha që zonë vendin e parë tha. Ky kishte marrë çmimin e Edhe parë. nuk e besosha. Ose besote, me të vërtetë thotë. E kuptoj. Po, ju hypët në një podium patjetër. Normal, aty. Unë mbelem kanë fut 2 herë. Kam marrë pjesë në 2. Mos i mori çmimin e parë në kategorinë e vet, atëherë kishte me marr pjesë në një kategori tjetër që ishin pesha shumë të rana se sa mondi. Çfarë ndjet kur shpaloset flamurin shqiptar? I takoj një datë domethënë si grita flamurin në Itali, kampionat. Kuptimin figurativ gjithmonë. Se unë mora kupen. Tu shpërblimi një kupë. Po. Ishte data 28. 28 nëntor. Pas ka qenë shumë e motivuar, diçka shumë e bukur. Emri i Shqipërisë, Emri i Shqipërisë me ngjish flamurin, është gjë e bukur. Ndërkohë që edhe Emilieta në këtë garë zuri një vend të mirë, shumë të mirë madje, hyri në peshën më të mirë të garueseve, apo jo? Po. Me thonë drejten, për mua ishte eksperienca e parë. Mondi, domethënë, siç e tha dhe Mondi për 7 muajve kishte garën e parë, për kësaj gjajet u motivu me mshtyllë mu drejt kësaj. Pavarësisht se mua më ka pëlqyer sporti gjithmonë, jam ushtruar në palestër, por ndoshta s'kam pretendu deri këtu. Për faktin që unë punoj, kam 3 fëmijë, domethënë kohën e kam shumë të kufizuar, mu përkushtua te kjo gjë. Por që hajt thash po bëj provë, a din. Edhe e bona provë. Ishte bajage kohë intensive në lidhje me ushtrimet, në lidhje me dietat, do të përkushtim total. Por që mujta më dal. Ishte pa besueshme, për mujta më dal. Edhe rezultati ishte i mirë.
unë nuk naqem me rezultatin, pavarësisht se vani 5, bile trajnerja jame më tha që do të kishe marrë edhe, do të kishe kanë të paktën 3 vende manel si kur të kishe kanë ma mirë në posing. Se unë posing nuk është se jam trajnu, me thonë drejtën, vetëm që kam mësu për YouTube-it. Do të thotë performance, po. Edhe vetëm që kam mësu ma në YouTube-it, por nuk është e njëjta gjë sikur kur je live me persuasion, sikur kur mëson prej dikujt ma në telefonit ose në kompjuter. Gjithsesi, kjo tashmë është një rrugë që ju e keni nisur prej kohësh, apo jo, Mondi në hershmërinë tuaj ju jeni afeksionuar rreth Unë kam 20 vite që një kohë si trajnohem, që do të thënë, por kam rreth si tamam dietat forta dhe jam trajnu për me marr pjesë për bodybuilding ka 1 vjet. Unë njofta një mik temin e falenderoj shumë se më ka ndihmuar shumë. Emiliano Peluzaj, që është italian. Atë falenderoj shumë se më ka futur domethënë këtë fushë edhe vazhdon prapë me ndihmuaj. Edhe ai domethënë më tha për me hin këtu, edhe vazhdova, por tash domethënë ta kampionatet bajnë me marr pjesë prapë nuk nalesh. Të frymëzojnë apo jo? Të frymëzojnë. Po, këtë dosha me thonë, çdo kompeticion që merr pjesë është një shtys për ma tepër. Pavarësisht se ndoshta thu do ta bëj këtë, mandaj shohim, ndoshta pushoj, por është një nxitje që ma tepër kur vlerësohesh për punën që ti bën. Kjo do të thotë që ju keni një stërvitje të vazhdueshme. Po prap dieta dhe stërvitje të vazhdueshme dhe do marr prap pjesë, prap shpresoj. Po, ne na stërvit prej vitesh, domethënë, Mondi shumë vite përpara meje, por në paktën 80 vjet, që stërvitem rregullisht, bile 6 ditë në javë. Po, pa dash me marr pjesë në garedin, por që tash marr pjesë, domethënë stërvitem pak gjatë ditëve të javës, por ama ndjeku një dietë ushqimore që normal ka efekt. Çfarë do të thotë të ndjekësh një dietë? Çfarë eliminoni, çfarë shtoni më shumë? Bazohena te proteinat, te vlerat ushqyese, domethënë. Edhe eliminojmë ynyrnat e tepërta, ynyrnat jo të mira, bazohena te ynyra e mirë, nuk do të thotë se na nuk marrim ynyr hiç. Po. Se njerëzit e keq kuptojnë ndoshta fjalën dietë, ndoshta mendojnë se rrim pa hangur, por nuk na hajm 6 herë në ditë. Na hajm 6 herë në ditë, porcione të vogla, por që bazohena te ushqimet me vlera ushqyese, domethënë, te një jetesë shëndetshëm. Kjo do të thotë që muskujt tuaj janë shumë të zhvilluar, por pa vjam. Kjo dietë investon në rritjen e muskujve, normalisht të eliminu masën djamore. Në fakt do desha të dija diçka mbi ecurin, historinë tuaj. I pari është Mondi që ka qenë shumë i afeksionuar. Nga kush je frymëzuar që në hershmërinë tënde, Mondi? E pari kur ishim fëmijë, shifshim ta filmat Arnoldit. Arnold Schwarzenegger. Se ai rrish ato imituat. Dikur nuk kishim palestra, dhe i bashim në për ata shtangat, ata gjanat në bardh. Paralele gjane. Atër u hap një palestër, bëhat fjalë para 20 viteve. U hap një palestër Zmijani. Po ashtu atër u hap një palestër këto e dyta u hap në Chicagoja. Edhe Mondi ishte ai i pari që i frekuenton. I pari. Atë Zmijanin jam kanë i pari, i dyti sa hap palestra në Chicagoja, të palestra. Po ashtu atër shkova në jashtetit, u mora atje, erdha në Shqipëri, hapa tamin, dhe me thanë, kam palestër në Sarreq. Ju keni një palestër që stërvitni vetë dhe vit të tjerë. Këtë emri, Fitness Eugen, këtë logun e kam vu, si kam shok gusht Emiliano Peluzaj, edhe është bashkëpunim me italian. Bashkëpunim se unë punem me italian. Edhe është flamuri italian edhe flamuri shqiptar. Edhe u çuditën kur në këtë kam skemen. Po, e keni edhe skemën edhe në rrobat tuaja, në kostumin sportiv. Është logo e palestrës tonë. Po. Gjatë viteve ju stërvit vetë. Pra nuk ishin një trajner. Jo, jam stërvit vet, jam njoh me trajnera, me shumë trajnera. Unë domethënë jashtetit, jam njoh këtu, jam valill. Mu trajnu, por si me thanë, si më ka futë në fushën e bodybuilding, më ka futë Emiliano Peluzaj. Aja është me thanë, që më ka futë shtysa parë, që më ka futë dhe më ka një mu. Bashkë me një, është bodybuilding,
dhe ka marrë shumë herë pjesë, është Allajn më ka animu shumë, Tomas Rogjini. Është krye trajneri në fakt. Aja krye trajneri që na njeh edhe me dietat që menaxhon skuadrën komplet. Ka edhe të tjerë që e ushtrojnë këtë disiplinë për rreth jush? Në Shkodër i pari jam unë që më thonë që kam fitu për bodybuilding dhe kam marrë pjesë, nuk ka asnjë, sidomos një qift nuk ka marrë pjesë në Shqipëri dhe di. Ju e kjo është interesante, sepse dy bashkëshortë që kanë 3 fëmijë dhe fëmijët në çfarë moshe i keni? Djali i madh është 11 vjeç, ndërsa i dyti 6, djali i vogël 3 vjeç. 3 djem i patë me jetë. Dhe natyrisht një bashkëpunim besoj në të gjitha format, si prindër, si bashkëshor. Kërkohet një dietë, the Mirjeta, me rreshtim, me përgatitjen e ushqimit, apo jeni të dy të interesuar? Në momentin që kena fillu me një dietë specifike për këtë sport, kam kenu në aja që i kam përgatit për disa muaj. Por që tu kanë, si që tha, me 9-3 fëmijë që tu punu, ishte e pa mujtë në është me adal me të tana. Kështu që mundi më tha vetë atëherë, një gjatha, tashi ti përgatit vetëm tujat e të fëmijëve, dhe me tha, nërsa unë, gjanat e mija, ushimet e mija i përgatit vetë. Të marë për asysh se duhet me i peshua, duhet me i ndonë 6 porcione, që mi pas vaktet për ta ditën. Edhe normalisht ja do në kohën e vetë. Si u njohët ju me këto si thuash për masa, rregulla që kanë të bëjnë me insulinë tuaj? Po në momentin që i vendos me njek në mënyrë profesionale, dhe me thanë që me pas taman rezultatin me rrit muskujt, me djeg masën dhjamore, normal që duhet me njek një program ushqimor dhe një program stërvitjet. Gjatë që tu i alternu bashk, mund t'i arrish. Pa, mund t'i arrish. Mundi ishe vetëm, do të thotë, në familje, që kishe këtë pasion, këtë dëshirë, këtë dashuri të madhe. Në atë kohën kur u mërshëm me palestër, dhe më thonë, më kanë beqarë. E njofte nusën teme, edhe aja kja ishim, dhe më thonë, ishim njoftë, për pasaj u fejume, shkusha mërshat e puna, edhe bishat e palestra. Edhe prej të palestra e qosha të shtëpia në makinë. Edhe i thosha, hajde të bëjmë palestër, jo jam me lullun, jo s'mundim, hajde vazhdoj herë edhe ja pagu abonimin. I thash, daç mos bëhun ty ta kam pagu abonimin. Okej, tha baj. Mrapa mundi sinim krejt e shlullun, e unite krejt mirë edhe vazhdoj palestër. A dite se ka në alma. Unë shkusha prej pune deri në palestër atëherë dhe nga që isha lullun, thosha, s'do të mundem me ba pa hajt, pa përvaj. Ndërkohë që unë fillosha mund zej, unë isha ma motivume, dhe kur i krysha ushtrimet, unë isha kompletet shlohun. Kjo ndoshta ju bën që këtë t'ja ofroni edhe të tjerëve që vinë në palestrën tuaj, apo jo? Po, normale. Më falë, pyetja jote është, në qëse të kush ka një aktivitet paradite, mundet më ushtru në palestër direkt. Nuk ka gjo pa mujtë. Kur falë, momentet që ti njesh e lodhën nga puna, dhe vjen një palestër, banë, krej dukesh se shlodhesh të relakson. Ashtë relaksu se shumë, është shumë e çuditshme, ndoshta pa bë provë nuk mund ta besash, por që ndoshta shumë herë kam fillu, kam kanë raskapiton për lojës, edhe kam përfundu shumë të shlodhun, shumë energjike, shumë e motivume. Mastervitjes. Unë do të ndalem sepse ju keni edhe një certifikat për fitness. Po. E Mirjeta, ndërkohë që pasioni të mondit ju bashkua dhe Mirjeta. Unë djetë më të fuqizuar, më shumë fishuar në aktivitetin tuaj mondi? Po, normal, se una që thashë, unë kam emitu, në më thënë kam pas qef gjithmonë Arnoldin, dhe edhe kam vazhdu këtë sport. Nusja ja me shifte trupin mua dhe vazhdej edhe kja. Edhe tha, do të vazhdej edhe unë, tha. Fillimisht isha, dhe më thanë, ishte si nevoj fizike, fakti që unë lina një fëmija dhe në ato kilet e tepërta. Masa nej, tu pa rezultatin, më këthyn pasion. Edhe gjatë viteve, pasioni vjen e rritet, kur shef rezultat, njesh mirë me vetin, je energjike, je motivume për çdo gjë,
edhe normal që motivimi vjen e rritet edhe tash nuk e mendoj më jetën pa këtë sport. Është shumë interesante tek ty Mirjeta, se më pëlqen gjithmonë të gërmoj paksa në jetën dhe ecurinë e grave. Është shumë e bukur që ju jeni shumë e mbështetur nga bashorti juaj, edhe të dy mbështesni njëri tjetrin. Patjetër. Apo jo? Ndërsa një çift nuk mundet me ia dal vetëm, nëse nuk ka mbështetjen e partnerit. E vërtet është. Edhe me të thënë drejtën unë nuk isha keni tu, po se më kishte një munu se jeme. Dhe më thënë, këtu që kam shku, kam marrë 2 kupa, se kam ka një mushëm. Edhe se duhet me të një munu njëta gjallë për mua, nëse do të kisha mbështetjen e bashkëshortit, normal që nuk isha mujt vetëm. Normal që nuk do të isha përkushtu kaq shumë. Mu trejnu po e dhe më thanë me bas të vidje krejt këtë normale se asho por me arrit me hyp dhe këto pos një mëjnë një tjetin është pak shtirë. Një shprind se na këna dhe 3 fëmijë edhe biznesin edhe i tjetër unë falim në ndërejt dhe më thanë drejten edhe në babë na kanë një mu shumë na kanë majtë fëmijët mami jem edhe babi edhe kur shkume për kampionat nejt me 12 dita nej ata na i mojtën fëmijët edhe ishim pa marak, më thënë se normal 3 fëmijë janë më gjellë. Janë me fat fëmijët tonë që i ka gjyshërit. Na kanë mbështetë edhe nana baba jem. E mrekullueshme. Po është interesante sepse Mirjeta është e diplomuar në pikturë. Pavarësisht se më pas ka marrë edhe trajnime të tjera në fitness, vazhdon këtë disiplinë. Si bashkëjetojnë tek ju arti, sporti, mëmësia, bashkëshortja, sfidat e jetës, si mundeni ti balanconi të gjitha këto? Domethënë unë shkollën e kam marrë ndërkohë që edhe jam trajnu. Edhe për pikturë kam kryer sepse ishte një ndër pasionet edhe talentet e mia. Se unë kam ushtruar pikturën qysh e vogël, momentin që kam filluar me ditë me majt lapsin. E ndër vite ky pasion ka evolu, kam dashur me avancu. Edhe normalisht që e ktheva edhe në profesion. Përveç kësaj edhe puna që bëj për ditë ka të bëj me pikturë, domethënë, por që në njëjtën kohë edhe ushtrohem, e vazhdoj më ushtru. Mendoj se janë pjesë e pasionit të dyja, nuk mund t'i ndaj. Nuk mund t'jetoj pas njënën. Kjo do të thotë që çdo moment të ditës e vraponin drejt destinacioneve të tuaja. Pa harru gjithmonë përgjegjësitë si nan, si bashkëshorte, edhe si punëtore. Mundi, duhet të ndalem edhe një herë tek ajo përgatitja jote. Sepse me sa shoh ti i burimi i energjisë dhe i motivimit drejt sportit të Mirjetës, apo jo? E pastaj ju mbështesni njëri tjetrin. Të stërvitesh për rezistencën e muskujve është natyrisht një përpjekje jo e vogël. Dhe të njohësh të gjithë muskujt, muskulaturën, numrin e tyre, të zhvillosh ato që të dalin dhe të performosh mbi këto muskuj. Ke patjetër një uri rreth tyre, apo jo? Po, kam një uri edhe sishëm. Mbi anatomin. Po, sishë të thonë dhe mija bële. Arnoldi thot, do të me kanë thot piktor i vetë thot me nërtu një trup thot. Se do të shifsh thot vedin në pasyrë thot, dhe do të shifsh musklin ku je ma mirë dhe ku je ma keq për me ru. Si kur pikturë, si për në nusja e me pikturë, do të nërtësh musklin krejt. Dhe normal se duhet me njof gjitha llojt e muskujve, duhet me njof gjitha në anatomin e trupit pjesë muskuj, edhe do të shifsh vetin, do të thënë ku je mirë edhe ku je keq për me punu, për me ndërtu një pjesë. Në noqin palestër për shembull, kryesisht vajzat, vinë e thonë unë du me punu vetëm për pjesën e barkut. Du me hek vetëm barkun se jam mirë në pjesët e tjera. Mirë po kja gja nuk arrihet asnjëherë. Vetëm qoftë se shkan kirurgji plastike.
që t'heku një atë masë djamore. Pra, nuk mund të ketë selektim të pjesëve të ndryshme. Mundesh me punu, mundesh me punu një pjesë muskulit, nërkohë që ti i alternon të na muskujt, i punon të na muskujt, por të njëna anë ndoshta je pak më mrapa, të ajo mundesh mu shtru pak më tepër, por jo me i lanë pasiv muskujt e tjera e me punu vetëm një muskull. Muskujt e lidhen sikur një zinxhir që shkruajnë tana. Edhe pas se punove një muskull nuk merr muskuli tjetër. Nuk ka efekt pjesa tjetër. Do të shihet ai muskull do të marrë një tjetër. Tana muskujt do të shihen për me pas një rezultat një të bukur. Nuk mundesh me thënë po në këtë pjesë edhe këtë pjesë po punoj se nuk ketë. Një gjë që mbien sy për shembull është edhe te meshkujt, në përgjithësi meshkujt që ushtrohen rregullisht në palestër kanë shpinën edhe krahët më të zhvilluara se sa pjesën e këmbëve. Pse? Sepse pjesën e këmbëve e lojnë mazdoret, nuk merren shumë. Normalisht atëherë trupi krijon disproporcion. Edhe nuk është gjë estetike kjo pjesë. Nuk është as pak estetike. Duhet me i punu komplet muskujt në mënyrë simetrike, me të njëjtën intensitet, në mënyrë që trupi, do të thonë e bukura e trupit është proporcioni. Pra, në palestrën tuaj, përveç se keni natyrisht instrumentet që i duhen një palestre, keni edhe një trajnim nga ana teorike, në një farë mënyre, për të realizuar atë çfarë dikush që vjen aty në palestër do të realizojë. Apo jo, nëse lidhet me muskujt, nëse lidhet me ecjen, etj, nuk e di se si. Por gjithsesi, duke qenë trajnuar për fitness, i ke të gjitha këto njohuri rreth ecurisë së stërvitjes. Nuk mund t'i ofrojmë një program stërvitje të gjithë personave, sepse disa janë ndoshta edhe obeza, nuk mund t'i sugjerojmë bën një orë kardio, ndërkohë që ai ka ndoshta 50 kg më tepër në trupin e vet, edhe është shumë e vështirë me lëviz. Dhe më thanë mundona me alternu me kardion, me makinerit, me ushtrime ndoshta edhe pak aerobike, njërë se vetë aerobia ka kardion edhe punimin e muskulit. Interesante më duket ai impenjim, ajo disiplinë që ju keni si bashkëshortë dhe duke mbështetur njëri tjetrin. Sa orë punon në ditë Mondi për të mbajtur trupin në formë? Unë e qohem për lela telefonin me zile, po ta shamsu dhe trupi mu qunë në orën 6 mëngjesit më kenë kardio. Kardio dhe me thanë kardio dhe me thanë ecje, shpejt, po jo vrapim, po ecje shpejt. E keni palestrën afër shtëpisë? Po, unë kam palestrën 7 km për shtëpi, po unë kam fut kardio më në shtëpi. Kam një pistë dhe një bicikletë. Po. Edhe baj çdo mëngjes, duhet të kenë trupi pa fut gjatë në trup, vetëm sa që është nga gjumi dhe futesh fillen kardio. Duhet me kenë pa hangër, pa pikur bash kardio për me djeg pjesë në mënyrë si më gjatë ditës. Pastaj unë, do të thënë se mjeku kështu. Edhe pastaj atë shkoj, ushqem, po shej, vazhdoj edhe 90 minuta në ditë. Aktivitetin e palestrës. 90 minuta nuk bëj më shumë. Dhe më thonë 1 orë e gjys, plus 1 gjysore si bëj kardio, total, shkoj 2 orë në ditë palestër, nuk bëj më shumë. Paka shumë edhe Emirieta ka një regjim stërvitje, apo ja? Po, edhe une kam një program që njeko, stërvitje, por që këtë kardio nadje e kam pa mujtën, për arsye se nërkohë që bën kardio, unë përgatis gjana ditore, fëmijët, e ke për arsye që do të më çon shkollë në kopsht, kam angazhime tjera, por që qofse unë program kam kardio, ne bëjmë mas stërvitjes. Është më efikase, nëse nuk e bën njes me stomak të bash. Tash Emirieta do të thonë kanë nga pesha, nën peshë do të thonë edhe tash është në rritjen e masë. Pasa të marrë pjesë, kategoria jeme është bikini. Bikini duhet me kanë sa ma elegante. Ke parasysh, unë në garë kam kanë 55 kg, nërsa tash i kam kalu 60. Do të thotë që tash jam mas muskulare, në rritje dhe me thanë, në investimin e muskulit, gjatë që nuk më sugjerot shumë kardio. Të marrë parasysh se nuk kam shumë unërë. Se edhe unë jam në rritjen e mas, po unë kam pjesë ushimit ma shumë se Emirieta, kam ushime për shtesë ma shumë. Dhe kur ke ushime ma shumë, vën pak pjesë ndyret. Dhe me dje këtë pjesë ndyret, duhet me bëh kardio. Edhe bëj kardio.
çdo gjë vjen në bazë të një studimi që ju keni bërë rreth organizmit tuaj. Mërna një mujit me pyet sa kalori ke fitu gjatë ditë, sa ke futur në trup tanin, unë di me tregu. Po si masni? Atëri kena me peshore, çdo ushqim, ujin e kam me peshore dhe krypen qafusën trup tamin me peshore. Çdo gjë qafut trup tamin e baj me peshore gjatë para garës. Bëhet fjalë Kur është kur e njeh kështu, kur e njeh profesional do me dal para garës, se do të më njeh tani me përgjigje. Kur jam gjatë kështu. Kjo nuk do të thotë se çdo person që shkon palestër duhet se s'bën me pas këtë rregull. Mundet me por gara ka disa parametra. Po mirë, analiza shëndetësore bëni ju? Normal se po. Se më analizave na hajmë ushqimin. Që na dalin analizat, si na dalin undyrnat edhe shtojmë ushqimin e ashtu. Çdo muj analizat bëhen. Çdo muj analizat duhet normale. E ju punoni si një skuadër, mbërrini në rezultate, siç ishte edhe rezultati i garës në Itali që para pak ditësh e fituat. Si është familja juaj? Fëmijët janë afeksionuar, e duan këtë disiplinë? Djali i madh shumë i ka hinë qef, bile kur shë fotografin të ema aty, shkojnë e bajnë poza, normale, djali i madh thët babi du me vazhdo dhënë, thët se ti tham ka dalë, rritu i herë. Djali i madh stërvitet, 3 herë një javë. Është 11 vjeç. Ka periudha që bën pushim, ko provimesh, në kohë kur ka angazhime tjera, normal se nuk do na më sforcu, sa është i vogël. Por që i pëlqen shumë dhe me thanë. Pëlqen edhe trajnot shumë bukur. Shumë bukur. I ban me përqizët. Tash e ka ëndër, ka fillu me shpreh që unë du më bë bodybuilder, edhe në çfarë moshe thotë mundem me fillu. Po mirë, ato që frekuentojnë palestrën tuaj kanë marrë pak sa frymëzim nga ju për të rritur, apo kanë pikë synime të tjera, të djegin kalorinë, të tonifikojnë trupin? Ka shumë interesime. Po, ka shumë interesime, pavarësisht se ky sport nuk ka shumë i lehtë. Mendoj se duhet me pas shumë vullnet edhe pasion për me dal. Qose nuk e pasion i hinkat, qose nuk e përqizo me dieta, qose dhe me hip për bodybuilding ose për body fitness, që u të kja se është një kategori më vogël. Dhe me thënë, ma ishe letë, duhet me pas pasion. Për garë, qose dhe me ba një garë, duhet me kënë sistematik në stërbitje edhe në njekje në djetave. Po, unë e shoh që jeni në një ritëm të vazhdueshëm të pasionit tuaj që kulmon edhe me stade ku ju mbrini, apo jo? Kjo gara e Italisë më duket se ju ka frymëzuar shumë. Ne na frymëzoi sidomos më shumë se nuk kisha marrë asnjëherë pjesë, edhe më të parë një herë më shku, është një gjë. Se unë huma herën e parë, huma sikur e humi nusja jeme. Ju nuk keni humbur, ju keni dalë në vitin në vendin e dytë. Në vendin e dytë, por domethënë isha e huma vendin e parë dhe isha për vend parin, po gjithsesi unë domethënë i njëjti problem, pozë. Ta humun kur zona vendin e parë, zona dytin, vetëm thjesht nuk dita me pozu dhe huma pik. Tash ja mora domethënë dorën e pozova bukur. Trupin e kisha isha shumë më mirë dhe më thanë se ta në tjertë, mu më vunën me pesha më trana dhe me qitën vend në parë, por dhe më thanë isha i premë shumë musku isha, i kam pas zero njërë, kam kanë më i thamë. Këto e fitova dhe më thanë edhe ishte i nërti musklit. Fibrat e muskulve të mondit ishte shumë dukshme, gjatë që e qenë vend parë. U duksha unë, më i malë se ata si ishin më peshë maran. Unë isha 73 kilsh, ata ishin 80 kilsha, u duksha unë më i malë, se kisha prej me këtë muskujt. Faktin që ju dukshin muskujt. Ju dukte anatomia e trupit. Është vërtet një fush shumë interesante, por ajo që më bën shumë përshtypje është pasioni juaj, ai rigorozitet me të cilin ju ndiqni çdo hap, por i shoqëruar me mbështetjen e njëri tjetrit, me mirëkuptimin. Keni gjetur një mirëkuptim të jashtëzakonshëm, siç e shoh Mondi e Mirjeta të ka ofruar dhe të ka afruar rreth vetes edhe në këtë aktivitet, apo jo? Unë jam e gatshme me pështet Mondin çdo hap që do të hallin këtë aspekt për faktin që unë e di se ky e dën këtë gjë, ky e dën me shpirt. Edhe sikur këtë më thojnë mu, jo, këtë rallë nuk du, unë jam ajo që du ta shtyj vazhdo.
Kja është thash edhe një herë. Përveç kësaj, e fakti që na e kuptojmë edhe mbështesim njëri tjetrin, mendoj se ka të bëjë shumë edhe me pasionin, se edhe unë domethënë e kam pasion këtë gjë, edhe e di që domethënë me hek dorë prej pasionit, prej një anërës. Atë këtë gjë nuk ja sugjeroj asnjëherë. Sa gjë bukur. Do të jem gjithmonë mbështetje për të. Domethënë unë do marr pjesë prapë një herë si datë, nuk e di se kur ma lajnë, por unë do marr pjesë me pesha më të rana, si kur jam kanë, si më kanë prej 70 dhe 90. Tash jam do marr mi 90, domethënë 100 e sipër. Pjesë kampionatet botërore prapë, me pesha ku janë më të ranat. Edhe kemi përsëri pikë synime. Normale. Do t'jetë edhe Henrieta bashkë me ju? Normal. Edhe kja do t'jenë me mu, por nuk e di jam merr pjesë kja. Po, aty do jetë veç. Do jetë normale. Do. Ska, nuk më niku kun pata. Gjithë kun e marrë me vedi. Unë penalizan fakti që kam edhe 3 fëmijë, ke parasysh, mendoj që nuk mundem me kanë për çdo herë kur mundi Por marr pjesë. pasioni juaj edhe stërvitja është gjithmonë, apo jo? Po, patjetër janë të pandashme. Por mua ishte shumë kënaqësi që ju kisha sot në studio. Më bën shumë përshtypje dashuria që keni për pasionin tuaj, por edhe për njëri tjetrin, duke mbështetur. Një familje që punon me një hap për të mbërritur natyrisht dëshirat, pasionet, ëndrat. Do t'ju uroj gjithmonë suksese. Mbase zëri juaj do t'jetë shumë i njohur edhe në aktivitetet të tjera dhe patjetër që do trokiteni jo vetëm në Shqipëri, organizohen të tilla. Po, nuk kam marrë pjesë asnjëherë në Shqipëri, më thënë drejt. Po, kam Tiranë. Ka në Tiranë, marrin pjesë në kampionatet, domethënë në Tiranë vinë Kosova, kështu po jo të huj. Vetëm Shqipëri dhe Kosovë, ne marrim pjesë, është një federat, por nuk ka që kam marrë pjesë, më thënë drejtën, kam marrë pjesë direkt në Rom. 2 që marrë pjesë. Ju uroj pjesëmarrje sa më të shumta, suksese gjithmonë më të mëdha dhe një bashkëpunim. Ajo që më ngroh shpirtin është bashkëpunimi që ju keni. Dhe kjo ndoshta e bën hapin tuaj më të sigurt. Po, faleminderit. Ju uroj për ftesa. Ju uroj gjithmonë suksese. Një familje që punon si një trup i paçi me jetë fëmijët dhe me sukses gjithmonë. Faleminderit. Ju si bashkëshortë dhe fëmijëve. Faleminderit ju që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit shumë. Faleminderit.